Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria konfirmon mbështetjen e palëkundër për Ukrainën. Mesazhi erdhi nga ministri i Punëve të Jashtme Migli Hasani përmes rrjeteve sociale pas takimeve që pati me sekretarin e shtetit Marco Rubio, me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, njerëz zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas dhe me homolog nga vendet anëtare të BE-s në kuadër samitit të NATO-s. Ministri Hasani shpreh se gjatë takimit të Këshillit NATO-Ukrainë në Hag, Shqipëria ndër të tjera vlerësoi dhe rolin udhëheqës të SBA-s për zgjidhjen e krizës në lindjen e mesme, si dhe rolin të një shtylle të fortë europiane për unitetin dhe qëndrueshmërinë e aleancës. KFOR kryen testime në urën qendrore në Ibër në Mitrovic. Qeveria në detyrë e Kosovës tha se nuk ka asnjë informacion se kush qëndron pas tyre. Deputeti e vendosjes Fitore Pacolli tha se as KFOR dhe as Bashkimi Evropian nuk ndërmarrin një veprim në Kosovë pa konsultuar me autoritetet kosovare. Testime mbi urën e Ibrit janë kryer dhe më herët nga qeveria e Kosovës, por ai veprim u përcoll me reagime nga Bashkësia Ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Severiut shpreh shqetësim për rolin e Bullgarisë në stabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Tinço më shumë si tha se politikanët bullgar kanë rënë në ndikimin e narrativës ruse. Ata me vetëdije ose pa vetëdije hynë në një narrativ klasike ruse që ka për qëllim destabilizimin e të gjithë rajonit, sepse kur nuk ka siguri në rrugën drejt integrimit evropian, kjo nuk është një situatë produktive nga një këndvështrim rajonal. Unë gjithmonë i kam ftuar dhe vazhdoj të ftoj fqinjëtarë në Sofje që të bashkëpunojmë, të kemi dialog, por në të njëjtën kohë të respektojmë, tha ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut. Përpjekjes për normalizim të marrëdhënieve me Bullgarinë ju bashkua dhe presidentja Gordana Siljanovska. Me këtë rast, ajo komentoi dhe vendimin e Parlamentit Evropian që të refuzohet pretendimi i Bullgarisë, ku kërkohej që pas termave gjua maqedonase dhe identiteti maqedonas të shtohet fjala moderne. Znam što znači modern. Ne postojat predmoderni, moderni, postmoderni naciji i jazici. Si të naciji nastanale во втората половина на 18 vek i vo 19 vek, pa i nashat. Fillimisht si profesoresh nuk e di se çfarë do të thotë modern. Nuk ekzistojnë kombe dhe gjuhë paramoderne, moderne dhe postmoderne. Të gjitha kombet kanë lindur në gjysmën e dytë të shekullit të 18 dhe në shekullin e 19. Ashtu dhe ynit, tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova, ndërsa zhvilloi një takim dhe me kryeministrin bulgar Rosen Zhiljaskov. Jas imav prijaten, protokolaren, prijateljski razgovor so bugarski premijer včera. Para darke kisha bisedë të mirë protokollare dhe miqësore me presidentin bullgar. Për nevojën për mirëkuptim të ndërsjellë pa ndërmjetësim, për nevojën që të respektohemi, për nevojën që ta ndjekim frymën e dy popujve, për nevojën që të ndihmohemi, për nevojën që ai që është brenda t'i ndihmojë ata që shkojnë drejt Bashkimit Evropian. Unë i mas fjalët, besoj në nevojën për misi, besoj që kjo do të ndodhë dhe mendoj që është diçka e pashmangshme, tha Gordana Siljanovska për TV21. Ministri i Brendshëm bullgar Daniel Mitov konfirmoi se mbi 216.000 pasaporta bullgare u janë dhënë shtetësve qytetarë të Republikës Maqedonisë së Veriut. Në periudhën nga janari 2007 deri më 17 qershor 2025 u janë lëshuar 216.504 pasaporta qytetarëve bullgar, për të cilët ka informacion për një shtetësi të dytë të Republikës Maqedonisë së Veriut, deklaroi ministri i Brendshëm i Bullgarisë. Britania shton armatimin. Qeveria britanike njoftoi sot të blejë 12 aeroplan ushtarak F-35A të cilët gjuajnë armë taktike bërthamore, duke përshkruar si rritjen më të madhe të aftësisë bërthamore në një gjenerat. Në kumtes bëhet e ditur se blera e planëve të tillë nga kompania Lockheed Martin ka mundësi që të mundësoj forcave britanike ajrore të sjellin armë bërthamore për herë të parë nga lufta e ftohtë, transmetojnë mediat britanike. Në epokën e pasigurisë radikale, më nuk mund të marrim paqen si të mirëqen, për çka qeveria ime investon në sigurinë tonë kombëtare, tha kryeministri britanik Keir Starmer. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.